Territori i Kosovës për datën 29 maj 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave kalimtare. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja mund të sjellë vranësira më të dukshme në disa zona malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 30 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri lart rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5, ndërsa perëndimi rreth orës 21 minutë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 13 deri në 29 gradë Celsius, Podujev 11 deri në 28 gradë Celsius, Skënderaj 12 deri në 29 gradë Celsius, Pej 14 deri në 30 gradë Celsius, Prishtinë 12 deri në 29 gradë Celsius, Gjakov 15 deri në 30 gradë Celsius, Malishev 14 deri në 30 gradë Celsius, Gjilan 12 deri në 29 gradë Celsius, Ferizaj 12 deri në 29 gradë Celsius, Kaçanik 11 deri në 28 gradë Celsius, Suharek 14 deri në 30 gradë Celsius, Prizren 13 deri në 30 gradë Celsius,